Dy ngjarje kriminale janë regjistruar paraditën e kësaj të mërkurë në Lezhë, ku një person mbeti i plagosur me armë zjarri në Shëngjin, ndërsa një shpërthim me lëndë dyshuar plase u raportua në Balldrait të Vjetër. Rreth orës së 10 policia u njoftua për një shpërthim i dyshuar me lëndë plase në fshatin Balldrait i Vjetër në një terren të hapur, por fatmirësisht pa shkaktuar dëme në njerëz apo dëme materiale. Në lidhje me këtë rast, është shoqëruar një person i dyshuar, ndërsa hetimet po vijojnë për të përcaktuar rrethanat e autorsinë e ngjarjes. Teksa policia merret me shpërthimin në Balldrait, një i ri menaxher një lokali në rrugën e Kunës në Shëngjin mbeti i plagosur. Ngjarja u regjistrua rreth orës 10:45 dhe sipas dëshmitarëve konflikti nisi mes një grupi të rinj të ulur në lokal dhe menaxherit të tij. Debati verbal ka degeneruar në përplasje fizike dhe pas njëherë prej të rinjve që ndronin në lokal kanë nxjerr armën e zjarrit, duke qelluar në këmbë menaxherin e lokalit Kristian Gjoni, 35 vjeç. I plagosur transportuar me urgjencë në spitalin të Lezhës, ku po merr ndihmë mjekësore dhe mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Autori dhe shoqëruesit e tij janë larguar me një nga vendi i ngjarjes, ndërsa janë identifikuar nga policia dhe vijnë puna për kapjen e tyre. Në drejtimin e prokurisë, grupet hetimore po punojnë për dokumentimin e plotëdijgjuar të dy rasteve, si dhe për identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë së personave të përfshirë.